Përmes dy videov, keme pa manipulimin më të madh Vjosa Osmanit në këtë fushat. Pyetja nuk është që ku folën me një takim që u kon publik në 10 njerëz. Pyetja është që ka folaj veç me buqishin e me lajqapun me një dhomë. Kërkush sukun tjetër aty. Dhe shifën e të njëjtën Vjos disa javë ma herët çka deklaron pikërisht për të njëjtën gjë. Sepse unë nuk e di çfarë është folur në takime, se kam qenë presidentja e vetme që ka dashur të tregoj besim të plot në kryeministrin në këtë proces dhe nuk kam dërguar përfaqësues timin në dialog. Ka pasur përfaqësues të vetin edhe Thaçi edhe Jahjaga. Unë kam qenë e para që se ka dërguar përfaqësuesin e vetë, sepse kam dashur që tregoj besim të plot. Pra që kjo Vjos që ja ka dhonë besimin Kurtit, me shkun takim me Vučićin pa përfaqësues saj, e njëjta po thot që ka ndodhur diçka në çato takime, po kjo është përgjegjësia jotja. Për këto duhesh me na dhon llogaritë ti, me këto nuk mundesh me fitu votë. Pra kjo është qasja e Vjosa Osmanit këtë fushat. Mashtrim për qytetarët se këta s'kan konsiderat për qytetarin. Se këta mendojnë që tu mashtru, për javës e një javë qytetari ju beston edhe hajt mos pa hiri edhe i voton. Ama Vjos ka rëndësi raporti me të vërtetën e ti nuk je hiç e vërtet. Se nuk mundesh për një temë kaq të rëndësishme ku e ke rreziku Kosovën me dale mi ndru deklarata që ka shpesh. Pra këto deklarata tua që po vinë kur peshe mungesën e përkrahjes, këto deklarata veç i bojnë dam opozitarizmin në Kosovë, veç e rritin Kurtin edhe ma shumë. Prandaj duhet opozit për një me, prandaj duhet opozit që ka relacion me të vërtetën dhe ka përbindje jo për karrik, prandaj PSD.